Shëndetje, mirë mbrëma, mirë se vini edhe në emisionin e fundit e emisionit të Ramazani që kemi zhvilluar për gjatë këtij muaji. Unë dua t'ja filloj kësaj bisede me falënderimet e shumta duke u nisur nga Bashkia Islame. Falenderojmë Bashkinë Islame, falenderojmë miqt që përkrajnë këtë emision, falenderojmë Cungu & Co, por nuk dua të harroj të falenderoj edhe stafin e televizionit të UTA që bëjnë gjithmonë një punë të shkëlqyer që edhe mbas ekranit të japin maksimumin e tyre. Unë ashtu si që ja kemi filluar këtyre emisioneve të shumta që kishim, ashtu edhe duam t'ja mbarojmë. E kemi filluar me krye'imamin e Bashkisë Islame të Ulqinit, Ali Bardhin, ashtu edhe duam t'a përmbyllim me juve. Mund t'na thoni me një përmbledhje të jo shumë të shkurtër, por të flasim për atë që ka karakterizuar këtë muaj të shenjtë Ramazanit, si për Bashkinë Islame, ashtu edhe për shpirtin e çdo muslimani. Po s'pari herë edhe unë gjej rastin që t'ju falenderoj përsëri juve, gjithë stafit të TV të UTS, të gjithë punojësit që kanë kontribu me çdo gjë për realizimin e këtyre emisioneve. Po kështu një herë falenderoj donatorët, të cilët gjenden në mbështetje të sa vite. Zoti t'ju shpërblej me të mira, gjithëve, atyne edhe juve një herë. Po kështu një falenderim i veçantë shkon edhe për gjithë ata hoxhallarë që kanë tregu gatishmërinë për të prezantuar me ligjëratët e tyre, me dijet e tyre para shikuesve të televizionit TV të UTA dhe para gjithë besimtarëve. Andaj Zoti t'ju çojë të mira në këtë jetë e në jetën tjetër inshallah edhe gjithmonë ta mbajmë të traditë e cila ka filluar të sa vite dhe inshallah do të vazhdoj një gjë e tillë. Atëherë, në qoftë se do të shohim për gjitha këto aktivitetet, mirësitë që zhvillon një besimtar apo si individ, por edhe si grup, si kolektiv, do të thoja, muaji i mëdhenshëm i Ramazanit ishte një mundësi e madhe për gjithë ne. Qoftë si individ për të arrit faljen, për të arrit shpërblimin e të madhit Zot, po edhe si njerëz, si kolektiv, si xhamat në të njëjtën mënyrë. Pasi edhe feja edhe pse është individuale, dhe çdo cili në fund të fundit do të jap llogari për veten e vet, gjithsesi ekzistojnë edhe raste kur feja islame, konkretisht, është feja e cila mundohet që të përfshijë në një rregull, një drejtësi, një maturi, një edukim, një moral, një besim në fund të fundit për gjithë besimtarët. Kështu që në qoftë se nisemi nga parimi i ajetit kuranor ku Allahu xhaleshanu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu fa'budu rabbakum waf'alu al-khayr la'allakum tuflihun." Allahu xhaleshanu na thot në këtë ajet që o ju besimtarë, bini në ruku, bini në sejdë dhe mallnoni Zotin tuaj. Sa i përket kësaj pjesës parë, Allahu xhaleshanuhu na difton që ne si individ, por edhe si kolektiv bashkarisht, t'i drejtohemi vetëm Allahu xhaleshanuhu për lutje, për falje, ta mallnojmë vetëm atë. Dhe pjesa tjetër, wa fa'alul khair, e bani vepra të mira, thot përsëri, Allahu xhaleshanuhu vazhdon pas kësaj pjese, la'allakum tuflihun, në mënyrë që t'jeni të shpëtuar. Pra shpëtimin e njeriut e ka lidhur ajeti Kuranit Allahu xhaleshanuhu me adhurimet që i bëjmë me karshi Allahu xhaleshanuhu, me Allahu xhaleshanuhu dhe me të mirat e mirësitë që do t'i bëjmë për njerëzit e tjerë pa marrë parasysh, si kush dhe tek. Pra, vetëm në këtë ajet ne shohim që kena një lidhshmëri ndërmjet
pra një lidhshmëri vertikale, në formë vertikale, dhe një lidhshmëri tjetër me njerëzit që është horizontale. Muji i Ramazanit i përmban gjitha këto. Në fakt, çdo adhurim, çdo ritual që e shohim në përgjithësi esenca edhe përteja asaj që realizohet si ibadet, si namaz, si agjerim, si haxh, si zeqat, gjitha këto duhet manifestohen në jetën tonë shoqërore përditshme. Sepse, po ta shohim, pejgamberi Islam, kur e ka shpjeguar shumë thjesht fenë, e kanë pyetur shokët e tij, o i dërguar i Zotit, na shpjegon çka është feja. Pejgamberi Islam ka thënë, feja është morali i mirë, etika e mirë, ahlaku i mirë. Dhe më pas, përsëri pejgamberi sallallahu për t'i shërby kësaj që thot feja është moral i mirë, ka vazhduar me disa porosi tjera. Ndër tjera ka thënë, efshu selam, shpërndani selamin, shpërndani përshëndetjen tuaj, sepse ajo do t'ju mbaj ju të lidhur me njëri tjetrin. Po kështu, pastaj vazhdon, dhe rune lidhjet tuaja familjare, me akrabat, me të afërmit. Dhe ne jemi dëshmitar, tashme më përpara njerëzit kanë shkuar te njëri tjetri më shumë, është për shembull Kamet, mu i madhnueshëm i Ramazanit, ai i cili na ndërlidh tek njëri tjetri ku ti shkojmë në një iftar të caktuar. Pra, si thush, do të shkohet tek të afërmit, që janë domethënë brezi i parë, i dytë, apo ka shumë domethënë varet në varësi të lidhjeve që ka domethënë të familjes, sepse këto thotë ju ruajnë të ju pejgamberi alayhis salam të lidhje. Dhe më pas vazhdon përsi dhe jepni thot ushqim të tjerëve. Jepni thot ushqim të tjerëve. Normalisht të varfër. Por duhet me kuptu një gjë, se shpesh herë keq kuptohet. Agjerimi apo dhënia e iftarit nuk në kupton që mi dhanë vetëm fukaras, nuk është një pyetje vetëm fukarave. Është një pyetje që duhet të krijohen lidhjet me njëri tjetrin. Dhe si thash në fillim, çdo ibadet, çdo adhurim, çdo ritual që themi ne, e ka prapa atë ndikimin e vet që duhet reflektohet në shoqëni. Në qoftë se me namaz falim namazin, dhe në jetën tonë përditshme, domethënë ajo duhet të reflektojë për mirë, moral të mirë. Nuk mundet që me namaz e në anën tjetër të bëjnë vepra që nuk janë të hishme, vepra të bëjnë harama apo diçka tjetër. Sepse Allahu xhaleshanu thot, namazi ju largon nga punët e këqija, thot Allahu xhaleshanu. Atëherë nëse ndodh kjo, atëherë ke një problem në namazin tënd. Pra domethënë nëse ti nuk të largon nga veprat e këqija, nga mendimet e këqija, nga gjërat e këqija, se ka problem. E kështu që e vazhdoi hadithin dhe vazhdon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra ushqeni njëri tjetrin. Apo siç thot në një hadith tjetër, kush i jep dikujt një iftar, e kanë pas rastin që keni ndëgjuar domethënë to ligjërata, domethënë imamët kanë shpjeguar më detajisht, por unë do të them atë çka kena mrit na, domethënë gjatë kësaj kohe. Kush i jep dikujt një iftar, Allahu xhaleshanu ja jep sevapin e agjerusit, pa ju paksu agjerusit, nuk i merr gjë agjerusit. Sepse Zoti është Ar-Razak, Zoti është që ka pasoni, dhe asgjë nuk është për te, pa ja hum atij që ka dhënë, që ka shtruar iftarin, pa ja hum atë sevapin atij, Allahu xhaleshanu t'ia jep edhe këtij, pra që e ka agjeruar. E ka agjeruar. Domethënë sevapi i atij që ka agjeruar natyrisht që nuk i humbet ti, nuk i tret ti si sevap, por në të njëjtën mënyrë ai që shtron iftarin e ka atë sevapin e tij. Dhe tjetra, prandaj, po pejgamberi alayhis salam, dhe në momentet kur njerëzit janë duke fjetur, ju çoni dhe falni namaz. E namazi domethënë namazi natës. Po namazi natës nuk kuptohet natyrisht, domethënë është i fshehtë, jo kështu domethënë i hapur, por është i fshehtë, natyrisht që njerëzit që kush ka domethënë dëshirën edhe mendimin e vet, por
është diçka që është në raport vetëm me Allahun xhaleshanu pa ditë kërkosh. Në fakt ky hadith ka thënë pejgamberi alayhis salam në momentet kur ende ishte pa ndodhur miraxhi pa ardhur dhe 5 vakte të ditës, si më thënë, por që këto nuk e zaventson ky namaz i natës 5 kohët e ditës, domethënë se kjo është e veçantë në veti, është udhën nga Allahu xhaleshanu dhe kjo vjen mësoni si një formë vullnetare që i përket besimtarit. Ndërsa për pejgamberin ka qenë urdhën sepse ka marrë gjithmonë. Kështu që ne gjatë muajit të madhëshëm të Ramazanit, pra kemi arritë që shpirtnisht ta jemi më të devotshëm qoftë me ibadetet, me adhurimet tona, por në njëjtën mënyrë edhe këtë devotshmëri e manifestojmë tashme me njerëzit të tjerë, me gjërat që na rrethojnë ne për rreth. Dhe ky është ai manifestimi që vjen si rezultat i këtij rituali, këtij adhurimi, këtij ibadeti që na e kena bërë. Natyrisht që besimtarët përveç saj, domethënë që janë 2 pikat kryesore, e gjatë kësaj kohe keni pas rastin që dëgjoni edhe për Kur'anin, sepse janë një shërë ngjarje të mëdha që kanë ndodhur në natën e Kadrit, atëherë agjerimi që është në vetvete që e përmend Kur'ani, sepse Kur'ani përmend 2 gjëra kryesore në lidhje me muajin e madhëshëm të Ramazanit, përmend Kur'anin që është në natën e Kadrit edhe përmend agjerimin. Të tjerat nuk i përmend Kur'ani. Domethënë 2 pikat, 2 shtyllat kryesore që e bëjnë edhe të rëndësishme është leximi i Kur'anit, sepse njeriu duke lexuar Kur'anin edhe shikon edhe realitetin, edhe atë lidhjen e tij, edhe si thosh bën një bilanc të vetes se deri ku ka mërrit, apo deri sa edhe ishte përmbajt libri të shenjtë për gjatë kësaj kohe. Pra keni një rikthim, sepse njeriu është një krijesë e atill që harron. Ne jemi dëshmitar kohëve të fundit, për shembull, kur kemi edhe një funeral, një xhenaze, domethënë njerëzit nuk e kanë më atë një shmeninë ashtu, domethënë pa marrë parasysh se ose nuk mund të jemi të afër me njëri tjetrin, por gjithsesi domethënë është kriju si një rutinë ku vetëm vendohet njeriu në varr dhe domethënë askur gjë, domethënë çdo gjë është normale dhe domethënë po kjo është e planifikuar. Kjo është njeriu është i atill që harron. Për atë arsye njeriu ka nevojë për rikujtim. Dhe muaji i Ramazanit, sepse është muaji i Kuranit, është muaji që e rikujton. Dhe agjerimi që është një gjë e rëndësishme që e kanë pas tan popujt sipas Kuranit, e kanë pas tan më përpara në mënyrë që të jena të arrijnë të devotshmëri. Pra, edhe në raport me Allahun xhaleshanahu, por edhe në raport me njerëzit e tjerë, domethënë Ramazani i përmbledh të gjitha këto. Natyrisht që është edhe sadakatul fitra, është zeqati, gjitha këto, zeqati për ata personat të cilët arrijnë shumën, janë të obliguar që të japin nga zeqatin, nga pasuria tyne, me shumën 2.5%, dhe ata të cilët japin sadaka, të cilët janë të caktuar, dhe sadakan është shumë e rëndësishme për vetë faktin se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Agjerimi që qëndron ndërmjet tokës dhe qiellit është sadakaja ajo e cila e drejton për tek Zoti. Prandaj domethënë i bëj apel gjithë shikuesve që gjithsesi të mundohen që të japin sadakat. Do të mundohen që të japin ata sadaka dhe ata që se kanë kryer domethënë deri në momentet e para deri para faljes së Bajramit mund t'i dhurojnë ata, si më thënë, kategorive të ndryshme të cilat janë, por një herët mundet edhe që t'i japin për nxënësat e medresës, pasi kjo është edhe domethënë më nevojë, pasi edhe mësohet besimi dhe gjërat e tjera që janë në shërbim të njerëzimit, në shërbim të njerëzve. Si ishte ky muaj edhe për xhamitë e Ulqinit, meqense se nuk e prekem shumë, ishit kënaqur edhe me xhamatin gjatë këtij muaji? Po gjatë këtij muaji ne kemi pas aktivitete, mjaft aktivitete, domethënë duke u shputur nga aktivitetet që kemi realizuar bashkë me ju, por natyrisht aktivitetet që kemi pas në xhamia, në të gjitha xhamit janë fal teravit, 28 xhami që ka komuna e Ulqinit. Kemi pas aktivitetet të ndryshme, me ligjërata të ndryshme,
qoftë nga hoxhallarët vendës, por edhe nga mysafir. Kemi pas rastin që të kemi edhe mysafir hafiz, sidomos nga Turqia, një kemi pas nga Arabia Saudite, një kemi pas nga Kosova, e kështu me radhë, hafiz të cilët i kanë hieshu me zërin e tyre të bukur, me leximet e tyre të bukura të Kuranit, kanë hieshu, domethënë, atë namazin edhe atmosferën shpirtënore që duhet të ketë xhamia. Natyrisht gjatë kësaj kohe ka pas edhe aktivitete të tjera, aktivitetet humanitare duke i realizu nga bereqeti, jo kemi pas rastin që t'i prezentoni ato, kemi pas rastin që gjatë kësaj kohe të kete namaz natë në 2-3 xhami, domethënë që ka komuna Ulqinit, janë caktuar, dhe kemi pas paraqitjen e Lihe i Sherifit, pra Sakalli Sherifit apo domethënë fjes e flokët e pejgamberit alayhis salam, që është traditë e kahmoçme këtu. E kështu me radhë, iftaret e ndryshme. Gjejnë rastin që këtu të falenderoj gjithë ata të cilët na kanë ftuar neve, së bashku me hafizët, që na kanë ftuar nëpër shtëpitë e tyre, disa nëpër restorane dhe nëpër xhami të ndryshme. Zoti t'ju jap bereqetin, t'ju jap marrëdhënien, t'ju jap të mirat, Zoti t'ju pranohet agjërimin e tyre dhe muajin e mëdhenj të Ramazanit në gjitha ibadetet. Ne ju falenderojmë shumë edhe për këtë bisedë që kishim, me qenë se do të takohemi edhe nesër, atje ky do të jetë një paralajmërim për gjithë ata shikues që na ndjekin dhe na ndoqin përgjatë këtij muaji, ne edhe nesër do shoqërohemi së bashku përgjatë gjithë ditës në emisionin e Bajramit, ku do të kemi edhe vetë krye'imamin të ftuar në studio. Unë edhe njerë ju falenderoj shumë për këtë bisedë që kishim edhe sonte, por edhe për ndihmën tuaj përgjatë gjithë këtij muaji, për gjithë këtë emision që realizuam së bashku. Edhe njerë si në fillim, siç ju falenderoj edhe njerë gjithë juve, emër për emër në këtë televizion. Njerë të falenderoj donatorët edhe njerë përsëris që na kanë mbështetur vazhdimisht, dhe falenderoj gjithë ata të cilët kanë tregu gatishmërinë e tyre që të paraqesin dijet e tyre, të paraqesin para publikut, para xhamatit, para njerëzve, domethënë teleshikuesve, gjithë ato ligjëratët e tyre. Zoti t'ju shpërblej të gjithëve me të mira në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Inshallah Zoti na pranon të gjitha adhurimet që kemi realizuar, edhe inshallah presim festën e Bajramit shëndoshë mirë, gjithë së bashku, e inshallah na pranoj Zoti. Faleminderit edhe një herë. Unë edhe një herë do të vazhdoj falenderimet e mia, falenderojmë miqtë e këtij emisioni, falenderojmë Cunguan Ko, falenderojmë Bashkësinë Islame, falenderojmë të gjithë miqtë që ishin të ftuar, të gjithë imamet që ishin të ftuar përgjatë këtij emisioni, gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Falenderojmë edhe miqtë atje besnik përtej ekranit që qëndrojnë gjithmonë me neve dhe na besojnë, duke qëndruar në çastet e programeve tona. Ne i falenderojmë dhe ju themi agjërim të pranuar dhe një muaj të pranuar. Shpresojmë që ky muaj, këtë pozitivitet që ka sjellur, ta përçojë edhe muajve të tjerë. Ne takohemi nesër në emisionin e Bajramit së bashku, do të jemi të shoqëruar me miq të tjerë, me të ftuar të tjerë. Edhe një herë takohemi nesër në emision të Bajramit. Mirëmbëjtje.